rikthyer në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që jam Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe unë sapo po bëj gati valixhen, sepse jam për të shkuar tek festivali latin që organizohet në Golem. Aty kam qenë edhe vjet, ju e dini, e keni parë videon që kam postuar vjet në maj. Edhe duke qenë se u kënaqa dhe u argëtova shumë, thash po shkoj edhe këtë herë se i kisha me shumë qejf. Tani ndjes që më shikoni në këtë lloj gjendje, po jam duke nxituar sepse jam për shumë vonë. Nga që erdha në shtëpi, direkt hyra bera dush, u vënova sa thava dhe flokët, kanë dhe po këte, edhe tash po bëj gjërat gati, robat. Shpresoj mos të harroj gjë, që mos ndihem keq pastaj edhe të them bo çfarë bërë, se 2 ditë janë, një fundjavë. Më në fund bëra gati, tani të vesh edhe atletkat, edhe të dal, jam bërë shumë vonë. Ndihem që jam bërë shumë vonë. Bie dhe shi, do ketë shumë trafik, megjithse parti vonë fillon xhanën, po të vija dhe të çlodhesha një çik. Nuk e di aman. Shikoni mos e ç'bëhet se ku arritëm ne. A jemi këtej ne? Jemi këtej. Sa lezetshë. Më filmon mos jam ngarkuar, jemi vetëm për sot, nesër, gjithë dita edhe të diel në mëngjes do kthehemi në Tiranë. Ose nga bëj ka maksimum. Edhe ja si jam ngarkuar. Ne do bëjmë një tur. Mund ta lëshosh çantën, Po. Ja ti le. Çik këtu të gjitha. Që është me lezetshëm. Më mirë s'na të pishin vjetë. Ne kemi ngelu me trauma me Akin nga ajo vjetë. Unika. Po, unë arratisa. Tani dale të tregoj edhe dhomën e gjumit. Sa lezetshëm. Paska edhe që quhen jashtëk të rinj, edhe peshira, megjithëse unë peshira mora 2 copë për veten time, se e thash si diet, po jo që në kanë shumë mirë. Aki, say hello. Aki ka marrë kamerën e re. Ku e more? Për 250 ndjekësit e mi. Ku e more? Ku ishe ti? E Japoni. Ishte një Japoni. Edhe tualeti, që nga okej. Që nga pastër. Okej. Approved. Pastaj si vazhdon se harrova. E kuptova që burate, prandaj. E kuptova që po burate. Po nga e kuptove, nga. Na fatqyra. Na bëne një përshëndetje speciale. Po jo. Ka. Beta gjithë ditën hi e ven, sentan hi e ri. E tjene shova krojeve kupin ti. E mira rafto hijeve, që mujtën me më fresku. I kjartë të shtu i krojeve, që hetje ma ka në shu. Të gjithë bashkë. Po jemi bashkë Me të dy. do të shikojmë me zili. E do në flasin dërsy, sa duhemi unë dhe ti. Po t'jemi bashkë në të dy. Loves me better, makes me happy, and makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Unë po bëja lip syncing. Taran! Duke qenë se sot tematika e
partit është disco ball, disco party, diçka e tillë. Me disco domethënë, vendosa që të vendos edhe këto stikerat me xixa, kam vendosur edhe këtu lart tek syri, tek vetulla, edhe tek syri këtu. I kam bërë kështu asimetrike. Kurse për fustan, kam veshur këtë fustanin që e keni parë, se e kam veshur edhe vjet kur isha me pushime në Greqi. Dhe poshtë fustanit kam veshur këto shorcat e palestrës, se normale do rrotullohem, do kthehem, të ngrihet fustani, edhe nuk duaj që të ketë ndonjë budallallik, edhe ndonjë flashing apo fotografi. Jo fotografi të tilla, s'duam fotografi të tilla. Edhe kështu. Kurse nga këmbët, cilat paka do vesh sot unë? Po vesh këto. Me që janë me xixa, edhe këto. Të përshtatemi qik edhe me që kemi vendosur sobratit. Ky fustani di që nuk i përshtatet fare tematikës, po më besoni që nuk kam rroba të tjera që të më bëjnë pas këtyre luhative të mëdha të peshës. Edhe shqyr ky më bënte, sepse vjet kur e kam bler kam qenë 7 kg më tepër, që ju e dini tani pas palestës si hoqa. Edhe tani kam më mire, kam më të lirshëm. Jam nice, super nice. Dhe me një qik anti-sqetull, që mos harrojmë. Ky i Rexonës që ka marrë bie shumë erë të mi, vetëm se ka një gjë të keqe që të bën kështu me të bardhë. Lek të njollën e bardhë. Po bie erë të mirë. Edhe një qik Prada. Që mos bje e merë të qelbur atje, nga dirësitja. Dhe unë jam all set, jam gati, tani do betë sa fotografi vetë për qefin tim. Bëra dhe pak onde e floçkat dhe tani të vesh gjaketën edhe të dalim se vajti ora 12. Dhe morëm kështu shumë më tepër shtruar se s'duaj, më duket. Po, në fakt nuk mendoj që ka filluar, ka filluar gjithë? Po. Falni. Jo, ka filluar. Do kalojmë te ai vendi atje. Si yje. Zhorzi nuk doj që të më dalë. Një foto në tyne? Një veshëm tash po. Hajde. Hajde një foto. E mbani mend këtë juve nga vjet? Që duhet të kapërcejmë këtë tani ne? Po. Ja. Iku një. Ashtu bravo. Nuk i ka do të kapërcejmë. Hajde Haki! Hajde si adole! Prisi ca ha! Se s'po shikoja! Më verë po i drita! Po na kthea dhe që trofis, Po! Po filmoj mi! E po trua është, trua i lodhur! Ora 12! Nuk bëjt video nga këta për një... Moj, këta e kanë bëllur këta! Po ja i la sa kalohet! Për brënda në një... Po, kam për fotobooth! Me zi pres! Ndodhi një aksident, në qofse më shikoni këtu, që është e skuqur kjo pjesa këtu edhe këtu pak e fryrë, më goditën, dikush po bënte një gjë të tillë, edhe më dha pa, rive, edhe ja. Kam përshtypjen që do më nxihet nesër, shpresoj që jo, por e mora një shenjë nga nota e para e operatit. Që thoni ju është ora 3:23 e mëngjesit, 3:30 po shkon. Dhe ne çfarë morëm
për të ngrënë. Mos no. Unë isha ndikimi negativ. Unë isha ajo që tha po më hajt një akullore mes të natës. Edhe Aki po thoshte jo, të lutem mos ma bëj këtë gjë, edhe unë që po e shikoja kështu. Jamie kishte. Jamie mos e shiko këtë pamje. Po jo, shifi të lutem. Shiko se çfarë më bëri. Po ti çfarë hëngre? Çfarë hëngre ti? Ishte pasta shumë më mirë në jetën time. Kam shkuar deri në Zberish për ta marrë. Dhe çfarë i thon? Ta provojmë ti ikim mirë që këtej. Po pse? Apo do ikim nga rruga e Zotit? Ishte shumë e mirë rruga e Zotit. E më mirë, në rregull. Kujdes andaj se është e lagur kjo. U lodhëm. Unë nuk kënaqa, po jam shumë e lodhur të them të drejtën për të isha gja e lodhur, domethënë për të kërcyer shumë se sa kaq. Nuk po muj më. Do të them tani të hiqim make-upin, veshim pijamkat, edhe të shtrimit të bëjmë nani, sepse nesër në orën 11 pastaj na fillojnë workshopet, edhe duhet marrim pjesë, po nuk e di se te cila workshope do vëm, se nuk i di oraret, edhe artistët. Duhet të vëm t'i kontrollojmë tani në shtëpi. Mu lodh krau. Do t'i kontrollosh ti dhe për mua? Do i kontrolloj patjetër. Ku të vete unë, do vish dhe ti, ku të vesh ti do vi dhe unë. Pas ka probleme ujë ngrohtë këtu te ky apartamenti. S'pas ka ujë të ngrohtë te ky apartamenti. Nuk është problem, është shumë problem. Nese, tani sa po erdhëm në apartament, të ndrohemi, të heqim make-upin, të veshim pijamet, të heqim edhe këto. Paska edhe ca lesh nga flokët e mia që duke bërë nga këto gjërat e tilla ngecnin aty. ASMR. ASMR. Dhe që dhe këto të syve. The next morning. Mëngjesi, është ora 11:03 minuta. Unë kisha vënë alarmin të zgjohesha në orën 10:30. Më doli gjumi në orën 8:30, nuk e di pse. Pastaj më zuri gjumi prap, e vura alarmin në orën 10:45, e fika rap, se do më thënë e shtyva. Rap, e shtyva, rap. Edhe më në fund që më doli gjumi tani që ishte ora 11. Tani në që do bëjmë? Në këtë moment që flasim. Pasi ta mbet me ju, do bëj gati valigjen, do mbledh të gjitha gjërat që kam këtu të hapura, edhe do shkojmë te një dhomë tjetër ku ka ujë të ngrohtë. Zhorzi edhe Aki shkuan ande, sepse normalisht do duhet që të bëjnë dush. Mbarojnë çupat edhe pastaj do vetë edhe unë. Bëj edhe unë një dush andaj. Workshopet kanë filluar tani para 4 minutash. Por, unë po mendoj që të shkoj në 2 që janë shumë të rëndësishëm për mua, që janë Mirto dhe Panajoti. Njeri është në orën 1, tjetri është në orën 4, se kanë 2 workshope. Edhe pastaj këto janë për salsa. Pastaj të shikoj ndonjë bachata në qoftë se vete, po nuk e di se të kush. Duhet të pyes pak edhe Jaelën, se ajo ja ka berin më mirë, normale. Pas ka diell sot, edhe që nga goxha ngrohtë në fakt, ose është problemi që unë jam veshur me të zeza edhe po plas vape që tani. Po dielli mirë, se i kishte dhënë me shi sot. Edhe unë kam përgatitur një outfit të lezetshëm për socials, domethënë kështu për kërcim për party, se ishte me tematikën e bardh, white party. Nuk e vesha të plot, nuk e kombinova të plot, po thjesht e kombinova në mendjen time. Shpresoj që të dalë bukur edhe shpresoj që të jetë ashtu siç e imagjinoj unë që ta vesh. Kemi dalë në date ne të dyja. Se s'kemi ngrënë as mëngjes as drek. Gëzuar. Supozoj të futeshim për workshop në orën 1 te Mirtoja dhe Panajoti siç diskutuan. Duke qenë se as nuk kishim
Jam pa ngrënë, prandaj ndodh kjo. Ja, kuptoj. As nuk kishim pirë kafe, as nuk kishim ngrënë as mëngjes. Nuk shkonim dot sepse ajo është intensive, goxha intensive. Edhe vajtëm për të pirë kafe, që s'pim kafe, në fakt pim cappuccino edhe kakao. Jo, çokoladë. Pastaj tham hajde po ulemi, po ham iku workshopi. Dhe tani po presim të vi porosia të ham, pastaj do fillojmë workshopin. Pastaj. Edhe do e marrim edhe juve me vete, ha? Bachata besoj. Unë për salsa dua vetëm të vete tek ta që thash, pastaj për bachata mund të shkoj tek Abdelin e kam qef, edhe Leti, edhe kush është edhe një tjetër për bachata, edhe Simone me atë Danilën, po ata ishin orën 11. Se dini që ose kanë kap, se kanë bërë, se kanë bërë. E nejse më party. Unë më shumë në fakt të them të drejtën këtë vit era më shumë për socials, për partit, sesa për workshopet. Se unë s'vete në kurs, edhe nuk është se i implementoj shumë, po edhe në për partit s'vete shumë, ti ishte të kërcej, të heq atë energjinë edhe atë lodhjen, pavarësisht se lodhen më shumë akoma. Hello! Erdhëm në dhomë, unë edhe Aki, sepse unë ndrova unë, Aki ishte veshur me të bardha që në mëngjes. Unë thjesht jam dembele dhe për gjumsh. Është rrirë këtu, si Demi Zylos. Kurse unë ndrova, u vesha me të bardha, sepse do shkojmë tek party. Dhe outfiti që vesha është ky këtu. Këtë bluzën në fakt e kam marrë para 2 vitesh për ta veshur tek partit latine, edhe nuk e vesha asnjëherë. Erdhi momenti tani. Poshtë kam veshur rroba banje. Këto që ju i keni parë se i vesha vjet për herë të parë kur ikëm në plazh, në Greqi, edhe një fund të gjatë deri në fund të këmbëve. Do vesh be takat se për momentin jam me atlete. Po organizohet konkursi Jack and Jill, që është konkursi i bachatës. Edhe erdhëm që të shikojmë. S'kam qenë ndonjëherë se vjet ishte të diel konkursi. Edhe nuk e ka pa dot. Këtu kemi Sindin e Sotja Jan. Inshallah po fiton. El flow más sensual. Miguelito. Dale, dale. Vigilante del amor que le ofrecí, puro sentimiento, mi mujer mía es así. Le entregué mi cora que sobraba a su merced. Të dhoma edhe jam ullu këtu të holli në fakt sepse Zhorzi është duke bërë dush se po i dëgjoj, kurse Aki u largua sepse i duhet të largohej edhe do vi nesër në mëngjes, drek, dark, nuk e di, do vi prap, do me thënë kam një dhimbje koke që nuk ja u shpjegoj dot, nuk e di nga më erdhi se buk hëngra në drek. Tani më mori uria prap edhe mora një picë dhe një racion patate, mora dhe një kola. Do t'i ha këtu, do t'shlodhem ca, do ve telefonin në karikim, do bëjmë i gati për natën nga la. Do jem shumë e thjesht. Thjesht një fustan të thjesht kam me kuriz jashtë. Jo të që kisha veshur vjet, një tjetër. Sepse nuk më bënte as një gjë tjetër nga ato që kam patur më përpara, nga ato që kam patur kur isha 44 kg. Po më dhem truri. Po më dhem koka. U kënaqa ama. Bëra dhe video, bëra dhe foto, edhe kërceva, edhe pash edhe... Mane me Cindy, që të regova pak më përpara, ajo shoqja jonë. Cindy fitoi vend të dytë tek Jack and Jill. Bravo Cindy, we are proud of you, jemi krenare. Çfarë kemi këtu dhe ku jemi?
Ju me shumë mundësi, po prisnit që të shikonit përgatitjet për natën e dytë, partin e dytë, domethënë, që ishte nata gala, si që thash. Por, unë fillova, po ndjesha shumë keq, nuk e di pse dhe çfarë ma shtyn tek këtë lloj ndjesie, domethënë kisha një kështu, sikur do ndodhte diçka e keqe. Edhe direkt thash do ikim në Tiranë. Do ikim, sridot. Unë ngrita nga ora 9 pa qerek, më duket diçka e tillë 10, bëra valixhen gati, çantat, çka kisha këto. Dhe tash rrobat. Edhe unë nisa për Tiranë. Emres nuk i thash gjë, ja bëra surprizë. Do e kisha filmuar. E filmova në fakt me telefon, edhe mi që nuk e filmova me kamerë se ishte me boksera. Edhe prap kot që do ikte se nuk do e nxirja dot. Mos ju tregot çdo gjë, shikoni ju. Nëse, mua më filloi edhe një dhimbje koke e tmerrshme, që akoma e kam, pavarësisht se piva një depon tani edhe... Ore, i keni parasysh, kur ju dhem koka kaq shumë sa ju duket sikur do ju hape, do ju çajt kafka, në atë fazë jam unë tani. Sa është ora? Ora është 12:20. Kur arrita unë në shtëpi, një moment Emreja më bie me kamerë mua, kur isha 6 minuta larg shtëpisë. Kam arritur në orën 11:13 minuta. Për 45 minuta e bëra. Edhe i ra me kamerë, unë jam mbylla, më dërgoi një fotografi, nuk ja hapa fotografin. Edhe kur erdha pastaj këtu, që parkova makinën, i shkruajta, i ktheva përgjigje. Pastaj së mor fare se normale ka gjithë ditën që luam PlayStation, edhe dje gjithë ditën që luam dhe PlayStation, gjithë ditën, domethënë pas pune. Edhe kështu. Nëse, eksperienca këtë radhë në Afrolatin shumë e shkurtër, ama atë dozën e latineve dhe dozën e kërcimeve që kisha nevojë, besoj se e mora, kërceva mjaftueshëm. Më ngeli pak merak se nuk kërceva dot me Panajotin, se kërcen shumë bukur. Edhe... Po hajde, s'kaq. Vitin tjetër do jem me organizuar. Ndoshta. Besoj, nuk e di, të shohim. Se edhe këtë radhë vajta kështu, bam bam me vendosa, nuk është se i kisha bërë me plan. Ishte shumë e shpejtë si gjë. Anyway, po shtrihem tani të fletë të qetësohem dhe do të shihemi në vlogun e radhës. Nuk kam fare fuqi të bëj mbylljen e zakonshme, kështu që po e le me kaq. Mos harroni të bëni subscribe, like, share, komente, më dishni idetë të mia sociale dhe bashkë të çemi në videon e radhës. Ju po dhe për çfarë të gjithëve. Bye.